ëmbëlsirë tradicionale kajmaqen, cili përgatitet vetëm se me 3 përbërës. Përgatitja e thjeshtë, vetëm se merr pak kohë për pjekje, bëhet shumë i sheshëm, bëhet tamam si copë djathi. Besoj se kam ju pëlqyer receta, kur ta shihni videon në vazhdim. Për këtë iftar si ëmbëlsirë do përgatis kajmaqen. Filloj me përgatitjen. Në fillim marrim një tenxhere, e cila duhet të jetë e larë mirë me ujë varë të nxehtë dhe në të shtojmë qumshtin. Unë kam qumsht bia, nëse përdorni të blerë do shtoni me ymbyrën më të lartë. Kam shtu qumshtin, gjithsej kam shtu 1,5 litër me qumsht. Tash dhezi zjarrin dhe në temperaturë mesatare e nxehin mirë qumshtin. Qumshti nxehur mirë gati sa nuk ka vluar, tash e largojna nga zjarri. Pasi qumshtin e kam largu nga zjarri, mori një enë të madhe kështu dhe në të them vezët, pra na nevojiten vetëm 3 përbërës për përgatitjen e kajmaqenit: qumsht, vezë dhe sheqer. Tash filloj që vezët i hedhim në enë. Marrim kështu një nga një, i them dhe i kalojmë në një pjatë të vogël, një nga një. Pasi e shohim se nuk është e prishur, atëherë e hedhim tek ena e madhe. Këtë mënyrë veproj me gjithë vezët, nuk do i shtoj vezët këtu te ena e madhe, pasi në qoftë se më qellon ndonjëra e prish, do më prishet gjithë masa. Kështu në pjatë do i kontrolloj më mirë, do e kem. Qoftë se qellon një e prishur, kështu do e hedhi, nuk do të mi prish dhe vezët tjera. Gjithsej, unë do shtoj 15 vezë, masia e vezëve është i kthellë. Gjithë vezët i kam kalu tek ena e madhe, tek unë nuk qelloj asnjë e prishur. Nëse qellon tek ju e prishur, atëherë shumë lehtë në këtë mënyrë nëse veproni do e largoni. Tash shtojna sheqerin. Pasi patëm 1,5 litër me qumsht, 15 vezë duhet që t'ja shtojmë 15 lugë gjelle me sheqer. Për secilën vezë na nevojitet 1 lugë gjelle me sheqer. Tash ja shtojna sheqerin. Janë luga e 4 dhe kështu me rend ja hedhim 15 lugë. Rrahi mirë kështu vezët me sheqerin, derisa ta fitojna një vas. Ena ku e përgatit një kajmaqeni patjetër duhet të jetë e madhe. Përzi mirë, që të bëhet shprishja e vezëve. Kam rrahur mirë vezët dhe sheqerin, tash ja shtoj qumshtin. Qumshti është vaj i nxehtë, mirë po nuk ja shtojmë të tërin kështu për një herë. Hedhim nga pak duke përzier masën. Me njërën dorë përzi, me tjetrën hedhim qumshtin. Nuk e shtojmë për një herë, pasi është qumshti i nxehtë dhe do i prish vezët. Shtojmë pjesërisht. Këtë mënyrë shtojmë gjithë qumshtin. Pasi kam shtu gjithë qumshtin, tash përsëri masën e rrahi me një tel dore mirë.
Pasi kam përzir mirë masën, e kam kalu gjysmën e masës kështu në një enë të përshtatshme që ta kaloj në tepsi. Unë kam zgjedhë saj radhe që ta pjeki në një tepsi keramike. Mund ta pjekni në tepsi qelqi apo cinku. Mirë po në tepsin e qelqit dhe keramikës bëhet pjekja më shpejt, kurse në tepsin e cinkut më vështirë bëhet pjekja, ju merr një kohë pak më të gjatë. Tash marrim një kullojse dhe fillojmë që ta kaloj masën. Pra bëjmë kullimin, patjetër duhet bëhet kullimi. Ta kalojmë shtu në enën për pjekje, bëjmë kullimin. Këtë mënyrë e kullojmë dhe masën tjetër të ngelur. Kalojmë kështu. Dhe kajmaqini është gati për pjekje. Gjatë kohës së përgatitjes kam nxjerr furrën mirë në 250 gradë. Në momentin që do e fus kajmaqinin, do e fiki zjarrin në 90 gradë dhe do e lë rreth 2 orë. Nëse pjekni siç e ceka në tepsinë e cinkut, atëherë do e lini dhe më gjatë, mund ta lini edhe në 100 gradë, zakonisht varet nga furra juaj. Kajmaqinin e kam largu nga furra, ka dalë tamam si gjatë, duhet që ta lënë të thuhet shumë mirë. Unë do e lënë kështu në ambient të thuhet për 2 orë dhe më pas do e fus në frigorifer për 3-4 orë dhe do jetë gati për konsumim. Harrova që të cek mu ka ndosh mu rreth 3 orë për pjekje. Zakonisht pjekja varet nga furra juaj, mund që shkojnë 4 apo 5, zakonisht nga furra varet pjekja, që t'ju del ashtu kajmaqini si gjatë, përndryshe do bëhet me fluska. Dhe kajmaqini është ftohur, tash bëjmë prerjen, është gati për servim kajmaqini, tash e prejmë, unë do e prej në katrore, do e kem më të përshtatshme që ta servoj. Tash ta largoj një pjesë dhe ta shihni se si ka dalë. Pjesa e parë largohet pak me vështirësi, kurse pjesë tjera jo. Të në kujdes, mos t'ja prishim formën. Vërtet ka dalë si gjatë, si që shihni, nuk ka fluska, ka dalë shumë i mirë. Gjithë ju motra që përgatitni në këtë mënyrë kajmaqin si gjatë, ju bëft mirë. Ju faleminderit që ndoni kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.